Okej, mbetemi vetëm pak në pritje, besoj dhe kemi sërish Aulonin shumë shpejt. Po, Aulon. Po, pra është munduar të dokumentoj çdo veprim të saj të Mirë, japim vetëm një moment, kam përshtypjen një telefonat që nuk po e iq dorë dhe po ta prish bisedën, them të me batut. Por ndërkohë shpresoj jemi okay me Aulonin nga ky moment. Okej, presim vetëm pak. Aulon, shpresoj jemi në rregull. Po, ju kërkoj shumë ndjes Gjoj, sepse kam disa telefonate, ju sqaroj dhe arsyet. Unë ndodhem Fushkruj dhe tek njësia administrative Fushkrujës po shpërndahen kanë dalë emrat e atyre që do më shpërblehen nga përmbytjet. Dhe disa banor nuk e kanë emrin aty pavarësisht se janë përmbytur dhe ka një shqetësim shumë të madh banorëve, pikërisht për këtë kam qenë duke denoncuar ditën e sotme që të bëhet transparencë për emrat e qytetarëve që përfitojnë në fondet nga përmbytjet. Tani për të kthyer dhe herë tek tema që po diskutonim. Kërkoj ndjes për këtë. Jo, pa problem. Pra, për të dokumentuar gjithë shkeljet që ka bërë, zonja zëvendës kryeministre është munduar që të bëj edhe ajo mbrojtjen e saj, pavarësisht se këto janë metoda të cilat nuk janë metoda, mua më duken metoda mafioze për hir të vërtetës. Por shiko, kur qeveria shkel ligjin, nuk kemi të bëjmë më me qeveri, por kemi të bëjmë me mafia. Dhe prandaj disa sjellje të ministrave, zëvendës kryeministrave, janë sjellje mafioze. Pra në rast se unë do mbytem, do të tërheq dhe ty me vete. Ky është mesazhi i omertas që po jepet pikërisht në Shqipëri. Ju thash dhe herë tjetër, zoti Arben Ahmetaj ka marrë shkresa nga ministria që qeverisë, që ka qenë ministri shumë e madhe, adeguate me ministrinë e zonjës Balluku, apo kur ka qenë zëvendës kryeministër, dhe këto shkresa, në informacionin tim, janë vënë në dispozicion edhe shërbimeve të një shteti fqinj tonin, nga zoti Arben Ahmetaj. Prandaj është shumë e vështirë përplasja me zotin Arben Ahmetaj, sepse ai ka bërë detyrat e veta, por me zotin Ahmetaj kemi vetëm dokumenta. Pra këto dokumente ja ka vendos në dispozicion një shteti tjetër, që ai ka një afiliacion. Tani vetëm emrin s'po ja tregoj, po besoj se është e qartë se për kë shtet përfaqëson. Unë mendoj që për këtë shtet sigurisht që ka çuar informacion edhe Belinda Balluku. Pra, nuk jemi kujdes në spekulim, por jemi në informacion që besoj unë do dali shumë shpejt. Do dali shumë shpejt. Gjoj, kam dhe informacion tjetër që zonja Balluku e ka dosjen e plot. Në rast se ju e dini, e ka marrë, janë qarë ato që është dosje shumë e madhe, voluminoze, 30 ca mijë faqe, etj. E keni parasysh se çfarë po ndodh median shqiptare. Për goditjen e disa mediave të caktuara, ka qenë rrjedhë informacionin nga vetë zonja Belinda Balluku dhe avokatrit e saj. Pra kë ka dashur të godas në një moment caktuar që ka dalë nga rreshti, ka kputur pasazhe të dosjes dhe janë hedhur në treg. Këtë informacione kam sepse kjo gjë nuk ka dalë nga Spaku, nga prokurori Spakut, por ka dalë pikërisht nga vetë zonja Belinda Balluku për të goditur një media e cila deri para pak kohësh ka pasur bashkëpunëtore dhe ndërkohë kjo media tani po kërkon tërheqjen e zonjës Belinda Balluku pavarësisht se është me zotin Rama, media në fjalë. Pra, është një lojë e cila ka futur disa interesa shumë madhore dhe sigurisht që do kemi shumë surpriza edhe në botën mediatike, do kemi tronditje të mëdha sepse zonja Balluku në ato që ka bërë, sigurisht që ka pasur nevojë për aleanca, dhe aleanca më e mirë në këtë rast është edhe me median, e cila është marrë me opozitën dhe nuk merret me problemet që ka pasur qeveria apo korrupsioni etj. Aulon, me zgjidhje këtyre problemeve pati një ftesë për Ramën në bordin e paqes. Si e sheh diçka të tillë? Në të njëjtën iniciativë është dhe Tony Blair, ish kryeministri britanik, që ka qenë në thonjza i punësuar dhe në qeverinë shqiptare si këshilltar. Çfarë të bëri përshtypje sepse parë nga një këndvështrim i ftohtë është një arritje, po them për Shqipërinë, që kryeministri të marrë një ftesë të tillë. Gjoj, unë e kam ndjek me vëmendje këtë moment, sigurisht që në pamjet parë është ashtu siç thoni ju dhe natyrisht unë nuk kam qenë naiv që të mendoja që
kryeministrin Rama do të vinë amerikanët ta paketojnë siç morën Maduron. Së pari, sepse nuk jetojnë në botën e çuditërave, dhe së dyti, unë gjykoj që, ose më saktë është fakt që ndaj zotit Rama nuk ekziston asnjë urdhër arresti ndërkombëtar, që ne të presim që forcat Delta të vinë ta marrin etj. Unë gjykoj që do të jenë vetë shqiptarët që ta rrëzojnë atë nga pushteti, por kjo është çështje tjetër. Për sa i përket angazhimit të tij në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sigurisht janë hedhur shumë spekulime që po shkon që të dëshmoj për çështjen me Gonigal etj, ndërkohë që unë mendoj që duhet kemi fakte kur ne të flasim për problematika të tilla. Fakti është që ai është ftuar në një organizatë madhe e cila do të funksionojë përsa i përket Palestinës, që të marrë atë rimëkëmbje që duhet. Sigurisht që gjithë shtetet partnere që janë aty, pjesëmarrëse, do t'japin një kuotë të caktuar për rimëkëmbjen e Palestinës, dhe sigurisht që edhe Shqipëria do duhet që të rimëkëmbë. Siç na dha neve për tërmetin shtetet caktuara, edhe ne duhet kontribojmë. Nga ana tjetër, ajo që nuk kuptoj unë është si ka mundësi që zoti Rama ishte në këtë hall kaq të madh, saqë këtë ftesë që ai e quajti personale, ndërkohë që është një ftesë e përgjithshme për gati 100 lidera botror, ta shkruaj edhe me gërma kapitale. Kjo tregon që ai ka pasur një shqetësim shumë të madh në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me qeverisjen e Donald Trump, i cili nesër mbush një vit në qeverisjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Hallin e madh ai ka dashur dhe e shpërfaqi kësaj radhe, nuk u tregua as i rezervuar, duke spekuluar fillimisht dhe duke treguar që ka pasur një ftesë personale ndaj zotit kryeministër. Ndërkohë që me një kërkim shumë të thjeshtë, zoti Rama nuk është as pjesë e bordit që ai pretendonte që ishte, sepse janë figura tjera, do janë figura botrore, jo figura minore që përfaqëson zoti Rama. Ti thua ftesa është e përgjithshme? Është ftesë e përgjithshme, patjetër. Unë hyra dhe kërkova për emrat në bordin drejtues, sepse fillimisht zoti Rama në dokumentin që ju keni pas shpine tregoi që është pjesë e bordit. Ndërkohë nuk është e vërtetë. Bordi përbëhet nga emra relevant. Është dhëndri i Donald Trump, zoti Jared Kushner, është sekretari i shtetit Amerikës, zoti Marco Rubio, i cili në terma tjerë është ministri i jashtëm i Amerikës. Ke personalitete tjera dhe nuk ka mundësi që zoti Rama të jetë pjesë e këtij bordi. A do jetë pjesëmarrës? Patjetër, sepse